Përshëndetje dashur miq. Dje e dëgjuat kryeministrin ku ai urdhëroi kryetarët e bashkive që të paraqesin në kryeministri listën me emrat e atyre të cilët duan të përfitojnë nga ligji paketa e maleve. Kryeministri pasi grabiti me forcën e kartonave me ligjin famkeq të investimeve strategjike të gjithë tokat shtetërore, tokat private, duke ja dhënë ato banditëve rreth tij në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë zonën bregdetare të Shqipërisë, tashmë kryeministri po mendon të grabisi dhe tokat të cilët ndodhen në male, në kodra e kështu me radhë. Ligji paketa e maleve, miq, është një ligj i cili ka kaluar në Kuvendin e Shqipërisë rreth disa muaj më parë, pra vitin e kaluar. Dhe ky ligj ka për qëllim që të rrëmbej edhe tokat që janë në bashkësi të fshatarëve, të kullotave kështu me radhë, të cilët ndërshekuj kanë qenë të fshatrave apo të komunave, dhe tashmë ky do t'i grabis ato me ligjin famkeq paketa e maleve për t'u dhënë banditëve në siglën e investitorit strategjik. Unë dhe njëherë tjetër, miq, ju bëj thirrje të gjithë banorëve të fshatrave, të gjithë atyre që kanë pronë private që kanë përfituar me ligje kështu me radhë, mos të lejojnë këtë grabitje të dytë që po ju bën Edi Rama. Mos ta lejojnë, ata të mobilizohen dhe t'i fusin plumin ballit kushdo që investon në pronat e bashkësitë të fshatrave, po dhe pronat e tyre individuale. Mos i lejoni njerëz, merrni armën dhe ja lëshoni në lule të ballit kushdo që do vi t'u synoj tokat pronat toja. Mobilizohuni, mos i lejoni banditët afër kryeministrit që t'u marrin të rrëmbejnë edhe kodrinat apo të rrëmbejnë edhe zonat të cilat ju prej vitesh në shekuj gjyshlarët tuaj i kanë përdorur si kullota e kështu me radhë. Prandaj dhe njëherë tjetër, nesër do jetë vonë, mos lejoni, ngrihuni dhe godisni në lule të ballit të gjitha ata bandit që do vinë aty me siglën e investimit paketa e maleve. Kaq, sepse do jetë vonë, unë po ua bëj thirrjen. Unë për veten time nuk do lejoj askënd që të tokat e mia, ato që nuk kam marrë, jo ato që kam marrë, që të shkojë investitor strategjik. Në lule të ballit do marrin plumin të gjithë ata që do investojnë aty dhe na tregojnë ne se u ka dhënë tokat Edi Rama. Ta harrojnë. Kaq. Dakor.